Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Aktivitetet në Bashkinë Lushnjë në kuadër të muajit roz, muajit të ndërgjegjësimit për gratë dhe vajzat për kancerin e gjirit, vazhduan sot në Fiershegan. Nxënësit e gjimnazit organizuan aktivitetin sensibilizues ku ndan mesazhin "Jeta është e bukur, jetoje". Aktivitetet me rastin e tetorit roz për ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për ruajtjen e shëndetit nëpërmjet kontrolleve të shpeshta për parandalimin e kancerit të gjirit vazhdojnë. Nxënësit e gjimnazit Fiershegan në bashkëpunim me Bashkinë Lushnjë, Njësinë Vendore të Shëndetit Mjekësor Lushnjë, stafin e Qendrës Shëndetësore Fiershegan, stafin mësimor dhe prindër organizuan aktivitetin sensibilizues kundër kancerit të gjirit. Drejtori i gjimnazit Fiershegan, Florian Gorovelli, në fjalën e tij tha se është shumë e rëndësishme që t'i japim prioritet shëndetit. Shëndeti është pasuria më e madhe. Ky aktivitet në kuadër të tetorit roz, muajit të ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, nuk thjesht një takim, por një zotim i përbashkët. Është një zotim i shkollës, i komunitetit dhe institucioneve tona për t'i dhënë prioritet shëndetit. Thirrja jonë është e drejtë për drejtë dhe jetike. Nëna, motra, vajza, kujdesuni për shëndetin tuaj. Përfaqësuesit të shëndetit publik folën për rëndësinë e ekos dhe mamografisë falas, të cilat zbulojnë kancerin e gjirit në fazat e para të tij. Është shumë bukur që të gjithë institucionet bashkë të bëhen pjesë e fushatës ndërgjegjësuese kundër kancerit të gjirit. Pikërisht tetori roz na kujton që të ndërpresim pak angazhimet tona të përditshme, të marrim 10 minuta kohë, të bëjmë një eko gjiri, të bëjmë mamografinë. Këto janë shërbime të cilat ofrohen pranë poliklinikës tonë, me një rekomandim të thjeshtë nga mjeku i lagjes, nga doktoresha, në rastin tuaj si Dorela dhe Neriada. Caktojmë datën dhe bëjmë mamografinë. Janë shërbime që ofrohen falas. Si lutem 10 minuta nga përditshmëria jonë të shpëtojmë jetë. Kryetarja e bashkisë, Eriselda Sefa, e cila ishte e pranishme, tha se këto aktivitete do të shtrihen në të gjithë territorin e bashkisë Lushnjë. Ne si institucion në bashkëpunim me shërbimin social, por edhe me JVK, kemi menduar që të organizojmë aktivitete në gjithë territorin e bashkisë Lushnjë, sepse duam që nënat dhe të gjitha gratë tona të kenë mundësi të informohen rreth kësaj sëmundje e cila ashtu siç e pamë nga statistikat ka një numër të konsiderueshëm. Dhe për ne është shumë e rëndësishme informimi dhe sensibilizimi, sepse është shumë e rëndësishme parandalimi dhe patjetër diagnostikimi i hershëm. Mesazhi më i bukur u nda nga zonja Merita Gjoshi, e cila e ka mundur kancerin e gjirit dhe është shëruar plotësisht. Unë jam këtu për të prezantuar një zonjë e cila tashmë e ka kaluar sfidën me kancerin e gjirit. Ajo është një zonjë shumë e fortë. Unë ftoj zonjën Merita Gjoshi të na bashkohet. Merita ka shumë emocione. Nuk e di nëse do mundet të flas, por që nuk mundet të flas, por përcjell një mesazh për ju lutem bëni kontrolle periodike se po i bë to kontrolle çdo gjë është e shërueshme. Nxënësit e mbyllën aktivitetin me mesazhin "Jeta është e bukur, jetoje". Kjo lule na tregon që jeta është e bukur, jetoje. Në 150 naftëtarët e Bankers në Fier bojkotuan sot punën. 10 prej tyre hynë në grevurie. Naftëtarët kërkojnë rritje të pagave dhe përmirësim të kushteve të punës. Mëngjesin e sotëm, rreth 150 punonjës të Bankers Petroleum kanë pezulluar punën duke lënë pa mbikëqyrje 400 puse në vendburimin e Marinzës. Sipas kreut të sindikatës së sektorit hidrokarbur Dritan Shahu, puna është ndërprerë dhe bojkoti do të vijojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Sot hymë në ditën e 2 të grevës së përgjithshme, gjithashtu në ditën e 2 të grevës së urisë, ndryshe nga dje ku greva ishte nga ora 7 të mëngjesit deri në orën 10 të mëngjesit, sot ka filluar nga ora 7 të mëngjesit dhe pa afat. Dhe jemi në ditën e 2 të grevës së urisë. Ne nuk do të tërhiqemi nga ato që kërkojmë rritjen e fondit të pagave në masën 18%, siç thamë dje, shpërndarjen e tij për pagat për punonjësit e fushës dhe për pagat e ulta. Sa punonjës janë këtu bashkë me ju sot që kanë bojkotuar punën dhe sa janë në fushë? Aktualisht këtu, siç edhe shikoni nga pamjet, janë mbi 150 punonjës, të cilët kanë bojkotuar fushë Marinzën sot për punë.
mund të kenë ngelë shumë pak punonjës në fushë dhe drejtuesit e lartë që janë në fushë tani. Pavarësisht intimidimit nga përfaqësues të kompanisë, ne do të vijojmë grevën, ka thënë antari i Këshillit Sindikal Dritan Rapushi, i cili që nga dita e djeshme është bërë pjesë e grevës së urisë. Për shkak të deklaratave mediatike gjatë tubimit të datës 5 shtator, është ngritur një komision disiplinor nga kompania dhe është marrë vendim nga CEO për të vazhduar procedurat për shkëputje nga puna, ka thënë Rapushi, veprim që është konsideruar diskriminues nga sindikata dhe është kundërshtuar. Unë jam antar i Këshillit të Sindikatës dhe sot, siç e shihni, ne jam bashkuar të gjithë punëtorët e fushës, puna është pezulluar. Sot është dita e dytë e grevës së urisë, edhe kjo vazhdon për të gjitha të drejtat tona, si ngritja e rrogës edhe ndalimi i intimidimeve. Mua personalisht më shkryer një intimidim për shkak të grevave, më është komunikuar për heqjen e vendit të punës, për puna është sepse duhet të ndjekin afatet ligjore ose të marrin aprovim nga sindikata. Sindikata normalisht nuk e ka dhënë këtë aprovim, kështu që duhet ndjekin afat ligjore. Prandaj ne jemi këtu për të kërkuar të gjitha të drejtat tona. Ndërkohë punonjësit më të vjetër të fushës pohojnë se pas 2 dekadash punë në këtë kompani, po përballen me trajtim jo dinjitoz dhe paga diskriminuese. Raimond Rapushaj, operatori 2 prej 22 vitesh, pohon se nga kompania nuk ka marrë asnjë ndihmë teksa është trajtuar në spital me karbon në gjak. Ndërsa Sajmir Beraj, inspektori i përgjithshëm i 1540 puseve të vendburimit, pohon se në 20 vite punë punon në kushte të vështira, ku përveç ndotjes së ambientit, rrugët e pakalueshme nga njëri pus në tjetrin janë vështirësia më e madhe e ditës. Kam qenë shtuar me karbon në gjak nga dihet nga gazi dhe nuk kam pasur asnjë lloj ndihme nga bankës, që kam qenë shtuar 2 muaj në spitalin Tork. Për këtë gjë vazhdoj akoma marr ilaçe. Po nuk më thonë një të shkora. Po nuk më thonë një qysh tek e ku je. Bëj kontrollin fizik të grykave të pusit, jam i detyruar të shkoj në çdo gryk pusi për ta fotografuar, për ta komentuar. Dhe problemi është vështirësia, kushtet, rrugët, nuk kanë puset, jam pa berë akoma. Këtu jam hallakate me gjithë ditën, po edhe 20 vjet punë. Ndërkohë që punonjësit janë të vendosur në kauzën e tyre, puset kanë mbetur në mëshirë të fatit. Kuvendi u përfshi sot në debat mes mazhorancës dhe opozitës për rezolutën kundër gjenocidit serb në Kosovë, e kërkuar për miratim nga kryetari i Partisë Demokratike Berisha. Ndërkohë nesër do të mbahet një protestë organizuar në Tiranë kundër gjykatës speciale në Hag. Kuvendi i Shqipërisë u mblodh sot në seancën plenare të radhës, e cila ka nisur me debate të forta mes opozitës dhe mazhorancës, kur po flitej për kërkesën e opozitës për rezolut kundër gjenocidit serb në Kosovë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, nga foltorja e kuvendit, kërkoi miratimin e kësaj rezolute. Si mund të transformoni gjakun tuaj ju në këtë mënyrë? Po ju keni edhe ju keni në familje tuaj njerëz që kanë luftuar. Keni njerëz që kanë dashur dheun, që kanë ra prap dhe. Keni njerëz të cilët jeni nkuar me virtutet e tyre. A mundet një shqiptar të shkelmojë mbi këtë gjak? Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është Jargati Aleksandar Vučićit. Po pse bëni këtë? Sepse kreu i juaj është i shërbëtori Aleksandar Vučićit. Po dhe çfarë do etnie që ti përkisti banorët të Shqipërisë, shqiptar, grek, rumun, malazez, çfarë do që t'jeni? Ndaj genocidit duhet të qëndroni. Ky është genocid. Vrasja civile për vrasja, për shkaqe etnike e civilve është genocid. Kryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla ka replikuar kërkesën e Berishës për rezolutën kundër gjenocidit serb në Kosovë, por ndërsa Balla fliste nga vendi i përgjigjej pa mikrofon, Flamur Noka. Sot, komandantët e UÇK-s mbahen të arrestuar. Mos bërtisni pse bërtet e këpjesni. Sa fillojnë me komandantët i bërtet? Qa keti të shpon a i ty? Mos e shpon, më e shpon. Lëre mos e po flas për komandantët. Pse e shpon? Po flas për Hashim Thaçin, o Sali, pse e shpon Flamurin? Po flas për Hashimin, o Sali, lëre Flamurin, sa e shpon, sa flas për Hashimin, shpon Flamurin. Ne shqiptarët jemi gjithmonë mirënjohës komunitetin ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët morën përgjegjësinë dhe na erdhën në ndihmë. Ndërhyrja e parë
dhe e vetme deri më sot në Europë ushtarake e NATO-s në tokën europiane. E njohëm e mbështetëm luftën shërimtare të Kosovës që solli si rezultat pavarësinë e Kosovës. Kjo po ishte drejtësia që duhej vënë në vend. Lufta e Putinit në Ukrainë tregoi që ishte e njëjta strategji. Mbani mend që filluan të flasin përsëri për trafik organesh. Dhe duhet ta kishim mbrojtur. Edhe sot duhet ta mbrojmë gjithë së bashku e nesër duhet jemi prapë gjithë së bashku për të mbrojtur legitimitetin e Kosovës. Lëreni partinë, po hajde të bashkohemi për Shqipërinë, hajde të bashkohemi për atë tonë. Deputetja e re Zeqinet Çaushi gjithashtu është bërë pjesë e debatit ndaj deputetëve të opozitës për fjalorin e përdorur sot në kuvent, duke i kërkuar kryetarit të parlamentit Peleshi që të mos e lejojë sjelljen e Nokës. Ua, sa të respektuar, u çudita tani. I nderuar kryetar, kjo sjellje që po ndodh këtu në këtë institucion kaq të lartë nuk duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folët duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçaure? Nga e keni dëgjuar këtë fjalë? Ç'është kjo? Që janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka? Ua, jeni në institucionin këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk jenë në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Kujtohu ku je sot këtu. Ndërkohë nesër do të zhvillohet tubimi në Tiranë për liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tubim që mbështetet nga mazhoranca dhe opozita nuk do të marrë pjesë në këtë protestë. Deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Luan Baçi, ka folur sot në kuvent për situatën e punonjësve të Bankers. Naftatarët kanë hyrë në grevurie, duhet zgjidhje, u shpreh ai. Luan Baçi, deputeti i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, gjatë fjalës së tij në kuvent, ka paraqitur sot problematikën e naftatarëve të zonës së Fierit dhe grevën e urisë që kanë nisur punonjësit e Bankers. 150 punonjës dhe naftotar të kompanisë Bankers Petroleum kanë bojkotuar punën këtë të njëjtë. 10 anëtarë të sindikatës së hidrokarbureve vendosën të futen në grevurie. Sipas burimeve, 400 puse nafte janë pa mbikëqyrje për shkak të këtij bojkoti. Kam një shqetësim që ka të bëjë me jetën e shumë qytetarëve në qarkun e Fierit. Besoj se të gjithë jeni ndjeni të protestës së vazhdueshme të qindra naftarëve të kompanisë Bankers Petroleum. Protest që nga dje ka kaluar në një mas ekstreme. Kanë hyrë në grevë të urisë 10 punonjës specialistë të kësaj kompanie. Besoj se të gjithë e kuptojnë që kjo mas ekstreme, vetë mohuese e tyre, erdhi si rezultat i mos zgjidhjes së problemeve dhe kërkesave të tyre të likshme, të mohuara pa drejtësisht nga kjo kompani që ka vite që operon në vendin tonë, pikërisht në Marinës në Fier. Çfarë kërkojnë naftatarët që punojnë në këtë kompani? Po ju përmend vetëm një kërkesë të tyre, krahas disa kërkesave të tjera që të kuptoni paradoksin. Këta kërkojnë të quhen naftatar. Po, të quhen naftatar për arsye se kjo kompani nuk ju njeh statusin e naftarit. Statusin e naftarit që është dhënë nga ky parlament në 2013-2017 dhe me iniciativë të deputetit të opozitës të atëhershme, deputetit përfaqësim dinjitoz të naftatarëve, zotit Omer Mamo. Dhe paradoksi është se këtë status të naftatarit, kompania Alpetrol, që është kompani shtetërore dhe ka qindra patronazhistë të punësuar që bëjnë qejf në kompani dhe nuk bëjnë asnjë punë, e kanë statusin e naftarit. Ndërsa kompania e Bankersave nuk ju jep. Në një kohë që punonjësit dhe specialistët e kësaj kompanie punojnë në gryk të pusit si askush tjetër. Bankersat i duan të gjitha për vete. Kanë vite që glabrojnë pasurinë më të madhe të vendit, marrin fitime maramënse dhe nuk paguajnë asgjë. Deri aty sa s'paguajnë asnjë lek tatim fitimi. Sot duhet flasim të gjithë. Kemi jetë njerëzish që rrezikojnë dhe janë në grevurie, po sakrifikohen. Nuk janë as socialist, as demokrat. Janë qytetarë të këtij vendi që me punën e tyre paguajnë edhe për ne këtu në parlament. Unë kam shumë të njohur aty dhe jam shumë i sigurt sipas informacioneve që kanë, janë të vendosur për të qëndruar në grevën e urisë deri në zgjidhjen e këtyre problemeve. Kërkoj që kjo çështje të futet në rendin e ditës, kërkoj kjo çështje të bëhet një problem për zgjidhje nga ky parlament, nga kjo qeveri dhe ky kryeministër. Faleminderit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, për gazetarët u shpreh se mbështet protestën në Tiranë dhe u kërkoi partive në Kosovë të formojnë ekzekutivin. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, para gazetarëve është shprehur se e mbështet protestën në Tiranë më 17 tetor në përkrahje të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke theksuar se lufta e UÇK-s ishte e drejtë dhe në mbrojtje të popullit të Kosovës. E mbështes këtë protestë dhe kam mbështetur secilën protestë e cila thret për drejtësi. Qytetarët e Kosovës dhe shqiptarët gjithandej asnjëherë nuk kanë kërkuar asgjë tjetër post drejtësi. Drejtësi e cila respekton parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe siç e dini, Kosova dhe më konkretisht krerët të cilët tani përballen në Hag, pikërisht pse kanë pasur besim në drejtësi, janë paraqitur para saj, tashmë po bëhen 5 vite, pas një dyshim në drejtësi ndërkombëtare, por ne si institucionet të Kosovës vazhdimisht kërkojmë që parimet më të larta të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të respektohen dhe unë jap plotësisht të drejtë qytetarëve tanë dhe i mbështes ata sa herë ata protestojnë për të kërkuar pikërisht respektimin e këtyre standardeve. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë luftë e drejtë për liri, luftë për ta mbrojtur popullin ton, luftë për ta çliruar Kosovën nga okupimi që ka zgjatur për shekuj dhe luftë që ka pasur në fokus mbrojtjen e pragut të shtëpisë dhe mbrojtjen e qytetarëve të pafajshëm, të cilët sulmoheshin, vraheshin dhe masakroheshin nga ushtria serbe. Për këdo që e ka parë me sytë e vetë se çfarë ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, dihet shumë qartë. Ka qenë vetëm një agresor, dhe ajo ka qenë Serbia, dhe ka qenë vetëm një viktim, dhe ajo ka qenë Kosova, populli i Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka mbrojtur me dinjitet qytetarët e Kosovës, ka mbrojtur me dinjitet Republikën e Kosovës dhe drejtësinë e kësaj lufte ne do ta mbrojmë deri. Osmani ndau një mesazh edhe për partitë në Kosovë, për të cilat tha se shpreson të gjejnë gjuhë të përbashkët për formimin e ekzekutivit. Unë shpresoj shumë që do të kemi sa më parë qeveri të Republikës së Kosovës me mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini qeveria në detyrë ka kompetenca të limituara sipas ligjit për qeverinë dhe kjo pastaj e pengon jo vetëm punën e qeverisë, por e pengon shtetin në tërësi. Është në duar të partive politike, të cilat shpresoj shumë do të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe qytetarët e Kosovës në përputhje me vullnetin e tyre të shprehur në zgjedhjet e fundit do të kenë qeveri me mandat të plot. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.